Meqense dje kryeministri Rama shkoi në qytetin e Fierit dhe aty bëri takimin përmbyllës për fushatën e tij elektorale, duke qenë se jam në ajo zonë dhe kam rrënjët e mia atje, duhet patjetër t'i kthej një përgjigje kryeministrit duke i thënë që jeta në qytetin apo në qarkun e Fierit nuk është ajo që përcaktoni ju me anë të shohut propagandistik tuaj. Jo. Jeta e qytetarëve është ajo jeta atyre myzeqarëve të shkret atje që punojnë gjithë ditën në pikën e diellit dhe fondet e i partit që duhet i marrin ata në fakt i vjedh banda jote e rilindjes me në krye këshilltare që keni ju aty Krifsa. Ata banorë aty të zonës së Zharz Marins që në fakt duhet jetojnë duhet keni jetë shumë herë më të mirë, ata jetojnë aty në varfëri ekstreme sepse naftën në tokën e tyre, që në fakt do t'i gëzojnë ata banorë të zonës, e vjedh kompania Bankes bashkë me bandën tuaj të rilindjes. Pra të gjitha këto benefice që ka qarku i Fierit, që në fakt do të ishte qarku më i pasur, por kthye qarku më i varfër në Shqipëri, ato benefice ja marrin të huajt ose ja marrin shqiptarët shqipfolës. Dhe në këtë kuptim them që ju dhe banda jote janë jashtë realitetit. Ti si kryetari i bandës kriminale nuk e lënë më fusha në qytetin e Fierit, duke nisur ato nga Divjaka deri në Zvërnes të Lorës, duke u dhënë oligarëve të tu, bandave të tua të cilët të bëjnë fresk ku pi 33.000 euro shishen e verës, ja dhënë për si investitor strategjik, por në fakt janë paratë e krimit, korrupsionit në pushtet dhe krimit të organizuar. Janë bandat e tua që të mbajnë ty në pushtet, që janë turur në përfshatra dhe banesa të qytetarëve apo banorëve të Fierit kur kërkojnë votën me dhunë, me forcë e kështu me radhë. Janë ju qytetin e Fierit e keni kthyer në një fjetin të madhe, ku Fieri sot, si që qarku i dytë në vend, është qarku jo vetëm i boshatisur, por është një nga shkthyer, një nga qarqet më të varfër, duke marrë parasysh këtu faktin që Fieri është një hambar dhe që si myzeqia njihet si hambar. Dhe ju e keni kthyer ata buqërit që në fakt do të ishin njerëzit më të respektuar, janë kthyer në skllëbër të kohëve moderne. Ju punëtorët, naftëtarët që do të ishin njerëzit më të nderuar për shkak të naftës që ajo në toka ka të gazit e kështu me radhë, ata janë kthyer në mjerim të skllëvrave që na kujton Egjiptin e lashtë. Ju zoti kryeministër harruat që janë bërë disa greva në naftëtarët të qytetin e Fierit, Ballçit dhe kështu me radhë, dhe të cilët ju i keni mashtruar në mënyrë permanente. Ju nuk meritoni asnjë votë në qytetin e Fierit. Padyshim që ka skllëvër aty, ka skllëvër të lumtur, sepse skllëvrit e lumtur gjenden kudo, gjenden në diktatura, në autokraci dhe kudo. Dhe ju vetëm votën e skllëvrëve të lumtur që janë sot pjesë e administratës asaj administrate të korruptuar të 6 bashkive që ka sot qyteti i Fierit, të bashkisë Fier, të bashkisë Roskoves, të bashkisë Mallakasër, të bashkisë Divjak, të bashkisë Lushnjë dhe të bashkisë Patos. Ju zoti kryeministër keni dërguar aty njeriu më të urryer, njeriu më të korruptuar që ka sot, që ka njeh Shqipëria pas jush, është Belinda Balluku, njeriu i cili ka marrë me vete një bandë hajdutësh, me gjithë drejtorët e saj, që i ka disa drejtorë ka aty që janë krye hajdut dhe për ta ka edhe regjistrime nga SPAK-u procedime penale dhe gjithë drejtorët e tjerë të cilët u bëjnë kashillëk me makina të shtrenjta me sekretar e kështu me radhë, qytetarëve të banorëve të qytetit të Fierit. Ti në Fier do marrësh noc rrokun, sepse ti atë meriton.